Qendra Kombëtare e Regjistrimit do të mbyllë zyrën e saj në Bashkinë e Kavajës dhe do të hapë ato në komunën Synej me qëllim që banorët të marrin shërbimet. Drejtori i QKR-s Tomi Kolla shpjegon se ky vendim është marrë pasi Bashkia e Kavajës ka penguar marrjen e pajisjeve të zyrës së QKR-s për pastrim dhe rregullim, edhe pse kjo i është kërkuar zyrtarisht që më datë 21 tetor 2011. Pas bllokimit disa mujor të punës, Bashkia e Kavajës ka lejuar vetëm 2 javë më parë marrjen e kompjuterave, ndërkohë që mban peng printerat pavarësisht shkresave dhe urdhrave zyrtare. Janë 4 muaj e gjysmë. Populli të Kavajës nuk i është dhënë shërbimi i Qendrës Kombëtare të Regjistrimit për arsyeën se Bashkia e Kavajës nuk lëshon pajisjet e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit që janë pronë e qeverisë qendrore me mos pasje gatishmërie për tërheqjen të gjitha pajisjeve që të rregullojmë sa më shpejt çdo gjë apo të zëvendësojmë. Atëherë është vendosur që kjo zyrë pranë bashkisë do të mbyllet. Sigurisht vendimi u mor pasi është biseduar me komunën më të afërt të Kavajës, që është komuna Synej, dhe që është në anën tjetër të autostradës, pra 500 metra nga qendra e Kavajës. Kreu i QKR-s Kolla shpjegon se zyra e re në komunën Synej do të ketë kushte më të mira për të shërbyer qytetarëve se ato në Bashkinë e Kavajës. Meqense në këtë komunë zyrat janë të reja, me dritarje, me aerosje, pa lagështi, me vend për parkim për qytetarët, kjo sigurisht është një zyrë shumë më e mirë se sa zyra e vënë në dispozicion nga Bashkia e Kavajës, ku e vetmja dritare për aerosje është një dritare afër tavanit sa një dritare burgu. Gjatë 4 muajve të fundit, banorët e Kavajës janë drejtuar Tiranës dhe Durrësit për të marrë shërbimet e QKR-s.